Ju përshëndes të gjithë, mirë se keni ardhur në ekranin e Report TV. Ky është programi Studio Live, ndërsa unë jam Ermal Qori, jemi së bashku në transmetim të drejt për drejt për të ndalur tek zhvillime kryesore në vend, padyshim ato që kanë vinë korale nga terreni nëpërmjet informacionit plotësuar nga kolegët e korrespondentët tanë, por sigurisht duke dhënë gjithashtu edhe në studio rëndësinë e veçantë të gjithë temave të diskutimit me panelistët, të cilët na bashkohen gjatë momentit të transmetimit direkt. Por së pari po njoh më njëherë me zhvillime kryesore deri në orën 17. Nipi I mitur I gazetarit Qim Peka, pronarit formal të Styrit TV të familjes Berisha, ishte mes 21 të arrestuarve për dhunë dhe sulme me molotov ndaj policisë në protestën e PD-s më 10 shkurt. Ata akuzohen për 6 vepra të rënda, ndërsa sot gjykata e Tiranës I la të 7 miturit në mas detyrim paraqitje. Në mbështetje të tyre shkuan dhe deputet demokrat, por operatorët ulën kamera dhe nuk I filmuan në revolt për kolegun e tyre që u përfshin nga flakët e molotovit në protest. Dy policët që arrestuan grabitësin e bankës të enjte në Tiranë rrëfejnë për Report TV momente delikate të përballjes me Bardhyl Fushën I armatosur me një Kalashnikov, Eduard Saligo dhe Ermal Çeka, të cilët ishin rastësisht në zonë duke patrulluar, u njoftuan nga një qytetar që sapo kishte dalë nga banka. Ata tregojnë se në rrugë kishte edhe qytetarë të tjerë të cilët mund të ishin rrezikuar. Report TV mëson ekskluzivisht se gazetari arrestuar për gjobvënie Elio Lazej ka kërkuar fillimisht zyrtarit Klaus Shaqiri 40.000 euro për të fshirë nga portali I tij Priza një shkrim ku e akuzonte për skemat e mashtrimit Forex. Zyrtari hyri në negociata duke ulur vlerën e gjobës dhe kur arriti dakordsim për 5.000 euro e denoncoi në prokurori. Bisedat u përgjuan dhe gazetari u arrestua në zyrë duke marrë parat. PS dhe PD u rikthyen bashkë në tryezën për reformën zgjedhore pas një mungese të gjatë. Ata dogjën afatin që u kishte dhënë BE për ligjin për financimin e partive dhe do ta rinisin punën pikërisht në këtë çështje. PS garanton konsensus, ndërsa PD ka frikë se marrëveshjet prishen në fund siç ka ndodhur në të shkuarën. Në Hag vijon mbrojtja e shkrerëve të UÇK-s, të cilët kanë edhe 2 ditë në dispozicion për deklaratat përmbyllëse. Ka nisur mbrojtja për Jakub Krasniqin duke kërkuar që në nisje pa fajsin. Gjatë ditës së sotme, avokatët e Recep Selimit akuzuan prokurorin për spekulime dhe mos verifikim faktesh në përpilimin e dosjes së tyre. Kancelari Gjerman Merz ngret tonet në konferencën e sigurisë ndërkombëtare në Munich, ku tha se marrëdhëniet e SBA-ve me Evropën janë krisur. Sipas tij, në epokën e rivalitetit të fuqive të mëdha, liria është në rrezik dhe as SBA-t nuk do të jenë të fuqishme për të vepruar vetëm. Merz u kërkon liderëve evropianë të përballen me këtë realitet të ri, ndërsa nesër në Munich flet sekretari amerikan Rubio, I cili paranisjes paralajmëroi epokë të re gjeopolitike.